Pagat. Ky sekret shtetëror ose biznesor, ama sekret për kënd. Unë jam Genti edhe kjo menimi jam. Të na shpesh thuhet që pagat janë sekret. E vërteta, nuk janë sekret hiç. I might know something. I might know something too. Këtë i dim pagat e njërin tjetrit, ama po i dim përmes thashëthëmeve, ju përmes transparencës. Dallim ky shumë i madh. Punëdhënësi i mon shefta zyrtarisht se jep fleksibilitet me pagu në bazë të metodës të tahminit. Punëtori fol më sheftas se nuk guxon me diskutu hapun. 1200 euro. Si formë e rebelimit ose heqjes të mlefit drejt punëdhënësit. E rezultati, në vend të drejtësisë, kena pa siguri edhe dyshime. Shkurt, s'kena bo kur gjë me këtë punë. Po, veç të sqarojmë nisem përpara se me martor. Në disa raste, jo të gjitha, ka në fakt arsye të forta pse bëhen pagat konfidenciale me një kompani. Një pjesë është për arsye konkurruese, mos më ia zbulu pagën një punëtori aktual, në mënyrë që mos me leju konkurrencën me i bë ofertë më të mirë, veç me ia vjedh punëtorin, e tjera. Edhe ka një term në anglisht sakt për këtë pjesë quhet poaching. Arsye tjera janë kur kompania bën oferta specifike për talenta specifik për arsye që ofrojnë shkallësi specifike në vendin e punës që nuk i ka kërkush tjetër në kompani. Edhe pse mund me nda të njëjtën pozitë. Deri këtu, po besoj jena okay. Po kjo s'ka kur falidhe kur dy veta të njëjtën pozitë me të njëjtat aftësi, njëri merr 500 e ky tjetri 800. Kjo nuk ka fleksibilitet, kjo shkurt të shqip është shfrytëzim që ja nis prej intervistës. Kush din me lyp fiton, kush din me lyp up. E ky stil audiencë dashur krijon kulturë mosbesimi. Punëtorët nuk njihen të vlerësuar, punëdhënësit hupin respektin ta, ketë po din diçka, po kërkush nuk është i sigurt te punëdhënësi, as te njëri tjetri e as te vetja. Çka mundet me ka një pezilljeve? Jo me lën paga sekret total, po me kriju sistem gradav ku paga lidhet me vlerën reale që po e sjelltin kompani, me rezultat e jo veç me lojën e negocimit ose kush perret gjysin më shumë. Me porkë duket e vogël. Negocimi në nivele sidomos fillestare ose në pozicione që janë të njëjta me numër të madh do të mund trajtu me barazi, kurse sa më nalt që impozita vlen aspektin negociues për arsye që po ofron diçka më specifike në kompanisë. Kështu që me përmbledhje mira shkurt, pagat e drejta janë arma më e fortë kundër thashëthëmeve. Transparenca nuk krijon problem, po krijon besim. Kështu që lehtë nuk është, po duhet me kriju një farë balanci mes asaj çka duhet më marrë konfidenciale edhe mes asaj çka duhet me kanë transparente. Shihemi.